Asnjëherë titullohet kënga me të cilën Alberia Haderdonaj u paraqit në natën finale të Top Festit javën që shkoi. Një këngë e mrekullueshme, me një tekst ku secili prej nesh mund të gjejë një copë të veten aty. Fitoj apo jo, kjo këngë do të mbetet në mendjen e shumë kujt për një kohë të gjatë. Tanja Jo sapo ka përfunduar edhe videoklipin e kësaj këngë. E në vazhdim mund të ndjekim premier për herë të parë ekskluzivisht në prive Alberia Haderdonaj dhe Asnjëherë. Alberia Haderdonaj, një këngëtare që nuk po pushon, këngëtaria e saj muzikore nuk po din të ndalët. Ndash këngë ritmike e ndash balada. Së fundi pjesëmarrja e saj në Top Fest në Shqipëri u vlerësua lart, sipër nga kënga ashtu edhe për veshje shumë elegante. Fustani i saj me të cilin performoi në gjysmën finale ishte detajisht i punuar, kështu duke nxjerrur në pam më të mirën për i trupit të këngëtarës. Ajo që u pret u vlerësua ishte nata finale ku paraqit në tapetin e kuq me një fustan krem të punuar nga dizenjatori Valdren Sahiti. Kështu duke lënë përshtypje të mirë edhe për këtë herë te publiku për kujdesin e saj ndaj veshjes. Pjesëmarrësit ishin nga më të ndryshmit, ata të njohur edhe ata më pak të njohur për publikun. Performuan një nga një, derisa erdhi fundi te fituesja e Voice of Italy Elhaida Dani shqiptoi emrin e fitueses në Top 50. Samantha Caravella. Publiku nga mbrapa dëgjoi duke brohëritur vazhdimisht emrin Alberia, por që fatkeqësisht dëshira e masës në sallë nuk u plotësua. Janë gjëra që ndodhin. Por e rëndësishme është që kënga kishte suksesin e vet, duke u pëlqyer nga shumë kush. Arsyeja e kësaj është e thjeshtë, pothuajse çdo kush mund ta gjejë të paktën një shprehje në këtë këngë që ndërlidhet me jetën tonë private. Interpretim i mrekullueshëm cilësua nga kritikët e muzikës në Shqipëri si ashtu edhe në Kosovë, nga ata që u përcoll ky festival me karakter garues. Kësaj këngë ju realizua dhe videoklipi të cilin ekskluzivisht për herë të parë mund ta shihni vetëm tek ne.